kur jemi të kjo win-win situation, në fakt pjesa e bizneseve, kjo fush me shumë bizneset të përfshira, kanë qenë një adres ndaj jush, apo ju keni qenë një lloj përpjekje për t'i adresuar dhe për t'i treguar përfitimet që mund t'i kenë ata kur pozicionohen në platformën Volt? E mira e vendeve si Shqipëria dhe Kosova, le themi, apo Ballkanet Perëndimor, është kanë qenë të hetura për teknologji dhe për risi të reja. Kjo është gjë e mirë. Dhe qasja ka qenë shumë pozitive, qoftë nga konsumatorët, qoftë nga bizneset, që në fillim kur Wolti u prezantua në treg. Mbaj mend në fillim kërkesa ka qenë aq e lartë nga bizneset për të futur në platformë sa ne nuk përballonim dot me ekipin që kishim, pasi kërkon një impenjim pjesa e fotografive të produkteve, regjistrimi i biznesit në platformë, trajnimi i bizneseve për mënyrën se si duhet të operojnë, por tashmë jemi në rrugën e dur. Janë mbi rreth 1000 biznese të regjistruara në Kosovë dhe numri është në rritje çdo muaj, mbi 150 biznese që regjistrohen. Dhe numri i klientëve është gjithashtu në rritje, ekosistemi është duke funksionuar siç duhet. E përmendet numrin e lartë, 1000 biznese tashmë të pozicionuara në platformën Volt. A ka ndryshuar këtë pjesën e konkurrencës nga ideja kush e ka produktin më të mirë tek ajo se kush është më i dukshëm në platformë? Do thoya që e bën pak më të drejtë konkurrencën midis bizneseve, sepse platforma online i jep mundësinë konsumatorit që vetëm me një scrolling, me një lëvizje të gishtit, të krahasoj bizneset me njëri tjetrin, qoftë të krahasoj produktet, të krahasoj çmimet dhe të provojë edhe cilësinë. Brenda platformës, bizneset klasifikohen edhe me rating nga vetë konsumatorët, që do të thotë një përdorues, mbasi e ka provuar një produkt apo një shërbim të biznesit, bën edhe vlerësimin përkatës. Dhe konsumatori tjetër që futet më pas shikon edhe vlerësimin paraardhës të biznesit për të kuptuar nëse ky është biznes që ofron shërbim dhe cilësi më të lartë se sa një tjetër e kështu me radhë. Kështu që konkurenca brenda platformës do thoya që është akoma më e drejtë se sa ajo që ne shikojmë kur ecim rrugëve dhe mundohemi që të bëjmë krahasimet midis një biznesi dhe tjetër. Themi një biznes i vogël vendos sot i bashkohet platformës Volt, bëhet biznesi 1001 dhe më tutje. Çfarë do të jenë përfitimet e atij biznesi? Qysh në përshtypjet e para, themi në ato ditët e para kur është pjesë e platformës? Po, një gjë që dua të theksoj është që bizneset për të bërë pjesë e platformës Volt nuk kanë asnjë kosto. Domethënë çdo gjë mbulohet dhe ofrohet nga Volt. Në rastin e përfitimit, ka vetëm përfitime, do thoya, sepse dhe sa mund të përfitojë një biznes, kjo varet nga vetë biznesi. Se si ata menaxhojnë pjesën e produkteve, se si menaxhojnë pjesën e cilësisë, se si menaxhojnë pjesën e kohës në platformë, kur janë online dhe kur nuk janë online, për sa kohë përgatisin porosin produktin e tyre, e tjera me radhë. Që do të thotë, ka vetëm përfitim. Sa mund të përfitojnë? Mund të them që shumica e bizneseve që janë në platformë i kanë tejkaluar pritshmëritë. Kanë pasur pritshmëri të tjera dhe janë shumë herë më lart nga ç'prisnin.